është rinia në përgjithësi, po dhe njerëzit gjithashtu, sa e lirë është brenda rrjeteve sociale. Nuk është as pak e lirë. Sepse nëse folëm për atë oqeanin e informacionit, oqeanin e veprimtarive, oqeanin e prezencës së produkteve aty është dhe tregu, aty është gjithçka. Çdo gjë është mbledhur. Pra aty gjen tregun, aty gjen kulturën, aty gjen vlerat, aty gjen antivlerat, aty gjen të mirë, aty gjen të keqen, aty gjen historinë, aty gjen profesorët, aty gjen mësimet, aty gjen shkrimin, aty gjen poemat, aty gjen romane, aty gjen gjithçka. Varet se si do e përdorësh. Çështja është qëllimi. Përse njerëzit futen dhe harxojnë aq shumë kohë për të bërë të ditur, nuk bëhesh i ditur nëpërmjet internetit. Sepse dituria ka baza. Dituria ka kritere. Dituria ka disa rregulla të cilat fillojnë nga A-ja deri tek Z-ja nëpërmjet një kurrikule, nëpërmjet një ecurie, nëpërmjet një programi të posaçëm i miratuar nga grupe të posaçme, qofshin ato që lidhen me shtetin për shembull në kurrikule shtetërore, apo me universitetet private apo shkollat private. Pra ka nevojë për një farë studimi, nuk mund ta marrësh. Po patjetër, për shembull, pse mos ta bëjmë kështu? Atëherë le të futet njerëzit, fëmijët sidomos dhe të rinjt, ato të shkollës mesme dhe ata në universitet dhe t'i lejnë fakultetet, sepse mjaftohen me informacionin që është në interneti. Mund të jap informacion, por nuk të jep kualifikim. Interneti mund të jap informacion të bollshëm, por nuk të jep afirmim, nuk të jep diplomën dhe përrjedhoj, mendojmë se jemi në oqean, duke notuar në oqeanin e informacioneve, por klasifikimi i informacioneve, cila është më e mira, cila është metoda, cila është kurrikula më e duhur, sepse brenda një oqeani përmban brenda shumë peq, shumë element. Mirë, po ne e dimë që disa prej peqeve janë dhe helmus. Patjetër. Disa prej tyre janë të rënd për organizmin ton, disa prej tyre janë të lehta dhe të mira. Kush na i mëson ne të gjitha këto? Është shkolla, është fakulteti, është universiteti, janë gjitha këto gjëra të cilat, domethënë, njeriu nëpërmjet përvojës, eksperiencës, studimit të mirëfillt, del një përfundim të caktuar dhe ka një ecuri, domethënë, të caktuar. Përndryshe, ne do futemi në internet, do futemi në rrjetet sociale, do kalojmë kohën tonë aty, edhe pastaj sa të lirë jemi. Jo, nuk jemi të lirë, por është liri pa limite. Dhe liria pa limite na sjell varësinë, varësia na sjell robërimin.